Mirëdita. Zgjedhjet e 25 majit, zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Skenat që ju pat në Vorë, ku banda e Xhabaftit diktoi në mënyrë të dhunshme vullnetin e qytetarëve të Vorës, në të cilat zgjedhje kryebanditi Blendi Xhabafti mori vota 10 herë më shumë se kandidati i dytë në lista. Kuptoni vetë se si janë zhvilluar zgjedhjet. Por skena si Vora ishin të zakonshme në një seri qarqesh dhe bashkisë të tjera Durrës, Peshkopi, Elbasan, Fier dhe zona të tjera. Pra, në çdo aspekt, këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prunë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mund të them ju se rreth të Durrësit bandat punonin për deputet të veçantë. Tjetër Balla, tjetër Dyrmishi, tjetër ky, tjetër ai. Dhe jo më pak në Elbasan kjo skemë. Po kështu në Fier, Mallakastër. Pra, këto ishin zgjedhje që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues për dhunues. Zgjedhjet e 11 majit u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro i dërguar në mes fushatës elektorale dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata
nga viti 2015 dhe në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Dhjetra mijëra hektar kanabis që u dhanë licencat për të mbjellë. Çdo bim kanabis me prodhim fitimi 1.000 euro ka qenë është përllogaritur për blerje votash në mënyrën më të pamëshirë. Punësimi, punë për votë, u aplikua masivisht në këto zgjedhje. Sistemi patronazhistëve, kriminali i patronazhistëve, i futur në strofulla, ose rreth qendrës votimit, ishte një polici terroriste ndaj zgjedhësve shqiptar. 2 drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores, u morën javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh, se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me postë të zakonshëm çdo ditë para se Famziu, kriminali Balla, të shkonte me ordhit e patronazhistëve në Greqi, ishte 1.500, 1.000, 1.300 zarfa. Pas dërgimit të kriminalit Ballës në Greqi, çdo ditë kanë ardhur 6.000 zarfa, të gjitha të manipuluara. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit. Thirrja ime është kjo, për të gjithë komisionerët që po bëjnë punë me vetmohim, të numërojnë çdo votë në dëshmi të respektit ton të palkundur ndaj atyre që në kushtet terrori kanë votuar për opozitën. Çdo votë. Të regjistrojnë dhe të marrin shënim çdo parregullsi. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë
për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Po. Zotë Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Protesta e datës 16, cila është thirrja kryesore e protestës? Është përsëritja e zgjedhjeve, zgjedhjet të qeverisë teknike, apo cila është thirrja kryesore, pyetja e parë? Tani, siç i shifni dhe po i ndiqni dhe unë përgëzoj mediat për raportet që kanë bërë, disa prej tyre shumë të çmuara dhe shumë të guximshme. Ne nuk bëhet fjalë kurrë që të pajtohemi me këto zgjedhje. Jo, të harroj kush. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozit, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protest në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës, siç ka ndodhur në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Blendi Xhabafti, ja diktojnë Fir, ja diktojnë bandat të katër anët të vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një populli që kërkon të votojë lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral, para gjithë botës, para jush, para gjithë botës, për të shtypur vullnetin e qytetarëve. Ky është fillimi i një betejë e cila s'dalet më. Pyetja e dytë, ka ende... Pra, edhe një herë, doradorës do formulohet e gjithë strategjia, por zgjedhjet të cilat blihen në mënyrë të tillë nuk ka partoka. Të çosh zarfin me 100 euro, të falësh 2 ditë para zgjedhjeve 200 milionë, të japish licenca për mbjelljen e miliona rrëjve kanabis për votë, të aktivizosh bandat, siç është evidentuar në qytetet, t'i bën thirrje për konflikt dhe destabilizim. Por ne çështja jonë është, lufta jonë është për votë. Ne nuk mund ta imponoj kur në këtë mënyrë. Jemi forcë politike sovrane. Jemi forcë politike sovrane. A ka gjë më të turpshme? Shkoni shifni kutin, si në Korenë e Veriut. 99.6% vota për Partinë Socialiste nga diaspora.
A mund të pranohen këto. Por të mos të thënë se ne po dokumentojmë gjithçka, jemi në proces dokumentimi. E mbyll duke shprehur mirënjohje të pakufishme për gjithë ata që kanë votuar. Dhe ftoj që të dalim zot votës lirë. Zoti Berisha, ky proces kundërshtimi i këtij procesit zgjedhor do të jetë paralelisht me një proces të brendshëm të Partisë Demokratike për të respektuar statutin që vetë keni propozuar dhe miratuar, apo do merreni më vonë me proceset e brendshme? Tani, i nderuar zoti Myzyri, Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj, po ka disa parime eprore. Dhe në këto parime eprore është vota e lirë e shqiptarëve. Kjo parti nis betejën për votë e lirë shqiptarëve. E kemi nisur, është vazhdon betejë. Sepse ju jeni dishmitar, se si në mes të fushatës, një javë para zgjedhjeve, në Valencia, Edi Rama u damkos si njeri që blen vota me lek, me zarfa, blen vota me prokurime, blen vota me kanabis, blen vota me punësime. Të gjitha format e blerjes votës. A ju garantoj ju që nuk ka akt dhe gjë në botë që nuk do nërmarë për të mbajt karrigen sepse është i zhytur në krimet të tmerrshme. Ka luajtur vetë me votën, me rendin, me të gjitha. Zoti Berisha, Joldis Shuaibi, Televizioni Klan. Të gjitha konstatimet që ju thatë për bërjen pistë të procesit elektoral të 11 majit, në fakt kanë gjetur janë mbështetur edhe në raportin paraprak të OSBE-Odirit, kur bëhet fjalë për blerjen e votës, përdorimin e administratës, bandat. Por unë kam një pyetje më konkrete. Prit. A nuk i përshkruan që të gjitha këto që i thëmun raportet? Po. Kaq, vazhdoj. Pyetja ime ka të bëjë me faktin, si ka mundësi që në Kruj, kur ne e dimë aktivitetin e bandave kriminale, Partia Demokratike ja doli të fitojë dhe përballë bandave. Mos ka vallë ndonjë problem të brendshëm në struktura drejtuese të Partisë Demokratike? Do me thënë, ti do të marrësh shumë falë, do marrësh përjashtimin për të rëzuar rregullin. Po, fare thjesht. Nuk të them se 100% janë aktivizuar. Dhe unë nuk jam policia e shtetit. Unë kam sulmuar dhe do sulmoj dhe do shpall terroriste ato banda të cilat merren me rrëmbimin e votës. Nuk kam patur asnjë dhënë, se nuk kursej unë asnjë prej tyre, ta dish mirë, asnjë. Nuk kursej njëri. Po të kisha patur të dhënë, por ama, për të sulmuar, pa bazë nuk sulmoj njëri. Dhe në qoftë se ndodhë që nga mos informimi, unë të nesër kërkoj ndjes. Kjo është, besoj se e more përgjigjen. Nuk kam asnjë dhamë, dhe kam bërë fushat atje, siç e din, dhe nuk kam patur. Nuk kam patur të dhanë se ato kanë shkuar si kartë, si kështu me satër, për të thënë që të pres kokën pos bëre këtë, pos bëre atë. Nuk kam patur. Dhe kotë unë nuk mund të flasë. Ka dhe tjera banda në Shqipëri të cilat nuk kanë patur aktivitet elektoral. Unë nuk mund të them se kanë patur pse janë bandë. Jo, kjo nuk do thotë. Po bandat e pushtetit, po fal një minutë, a e morët vesh ju sa votuar në Burgj apo jo? A e morët vesh? Ministri i Brendshëm të gjitha votat merr Monela Felon. Në Burg. A ka vend në Botmor që votohet ministri i Brendshëm përveç se në Shqipëri? Po se është bandit si ata? Po s'ka diskutim. Po ja
Kjo do t'jetë temë në studio. Kjo është çështje e gjitha studiove. Ministri i Brendshëm votohet në burg si ylli i burgut, i të burgosurve. 99% të burgosurve votojnë Partinë Socialiste, rrof partia që na burgosi. E kuptoni apo jo? Çfarë zgjedhjesh janë këto? Rrof partia që na burgosi. Pas, kjo është Korea e Veriut, për sotri. 99%. Pra, prisni, se do në gjoni, por ama, beteja për votë e shqiptarve është betej absolute. Do fitoj, do t'jetë fitimtare. Dhe njëherë, thirrje. Popullit opozitar në protest kundër këtyre zgjedhjeve të grabitura më shumë se kur ndonjëherë. Çfarë dëshmojnë të zgjedhje? Sa më shumë vjedhin Edi Rama me grupin e tij, aq më i fort bëhet rezultati, sepse krimi shtrohet në votë dhe vota në krim. Ka një raport që kam denoncuar me kohë, shumë kohë përpara. Krimi në votë dhe vota në krim. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Këtë betejë që ju thoni për votën e lirë të shqiptarëve, do ta udhëheqë Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike apo një lidership i ri i kësaj force politike? Urdhroni? Që ju thoni, pra që do të bëj Partia Demokratike, do e udhëheq Sali Berisha si kryetari i kësaj force politike apo një lidership i ri? Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe e bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Dhe një pyetje tjetër. Zoti Berisha jeni pyetur dhe pas zgjedhjeve të vitit 2023 që shkruat një libër të zi, sikundër e deklaruat edhe sot që do shkruani një libër tjetër të zi, që cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të vitit 2025, Sali Berisha do të respektonte statutin e forcës së tij politike që nisi me rritje me limin që ju keni kërkuar. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme të pa lidhura njëra me tjetrën. Beteja për votë e lirë është betejë për votë e lirë, nuk ka gjë në botë që është prevalon mbi të gjitha. Asgjë nuk mund të ndalë Partinë Demokratike në këtë betejë. Ju i pat vetë. Kutit 100%. Korea e Veriut. Blendi Gonxhia. Në Vorë, dëgjojeni pak. Në Vorë 5500 vota. I dyti, masti 500 vota. 10 fish më shumë. Këta ka rikthyer kohrat më të zeza elektorale për shqiptarët. Shqiptarët do të përgjigjen këtyre. Faleminderit.